Po normalisht se është bon lëshme edhe vetë invalidët e kanë kuptu se edhe kanë hub besimin edhe nëse u premtohet diçka ata nuk e kanë besimin tek institucionet sepse kanë kriju shumë barjera për këto kategori edhe e thashën në rastet caktuar premtojnë mirë, po asnjëherë nuk i realizojnë kërkesat e tyre. Unë s'fundmi kam ja kam dërgu edhe shkodranit, do thotë edhe komunikimet që i kam pas edhe me zyrtar të presidentes, edhe me zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë, sepse kam pas probleme shëndetësore. Edhe duhet një ndërhyrje për me vendos një protezë të brendshme. Edhe kështu që premtime kam marrë, i ka 2-3 javë, mirë po nuk ka pas asnjë lëvizje tjetër prej momentit që i ka marrë ato premtime. Pra, keni nevojë zoti Qeriqi për një ndërhyrje ju personalisht, për shkak të sigurisht plagëve që keni marrë gjatë luftës, dhe që keni shumë të tilla. Para 2-3 javë i kam pas do intervenime në qendrën klinike universitare, në reportin e ortopedisë, edhe ata më kanë rekomanduar se zgjidhja vetme e problemit tonë është me gjithë jashtë dikun, sepse tek ne është e pamundur. Pra nuk mund të kryet kjo ndërhyrje brenda Kosovës, keni nevojë sigurisht kërkon edhe kosto. E kam bryllin e humbur të krahët e majtë dhe çdo ditë po më shfaq probleme në shëndetin tim edhe po kam dhimbje, po kam infeksione edhe duhet një ndërhyrje shpejt sepse kanë fillu edhe me utkur musujt e krahët edhe me u dopsu krahë, edhe kështu që duhet një intervenim me u bon, unë i kam njoftu edhe Ministrinë e Shëndetësisë, shefin e kabinetit ministrit, edhe zyrën e presidentes, sepse presidentja Zonja Osmani e ka boni marrëveshje me qeverinë e Katarit për proteza për invalidët e luftës, edhe ata tash më kanë premtu se kanë me bon çmos për arsye se marrëveshja që është bon me qeverinë e Katarit është bon për protezat të jashtme, jo për protezat të brendshme. Mirë po më kanë premtu se do të komunikojnë me ta që me gjithë një mundësi me bon e zgjidhje. A duhet me u përshpejtu si proces kë? Po normalisht... Pra për të gjetur zgjidhja, apo duhet neglizhuar urgjenca juaj dhe mbase procedurat pra t'ju vonojnë dhe t'ju avështrisojnë gjendjen shëndetësore? Unë shkodran prej përfundimit luftës, nështë mas poko një 20 ndërhyrje i kom pas, blogët e mija. Edhe prap po vazhdojnë me pas probleme, po vazhdojnë me pas. Kështu që duhet një ndërhyrje domosdoshme si pas rekomandimeve të ortopedëve. A kuptojnë urgjencën tuaj dhe shokëve tuaj të luftës në për zyrat e qeverisë dhe të institucioneve tjera në Kosovë? Unë e thash, ata soher që takohëm në presin mirë dhe në premtojnë mirë, po veprime bojnë pak. Pse? A ditë ku ngicë këtu? Shamull, nëse ata kanë dëshire në vullnetin dhe ju presin mirë, pra ju thonë fjallin mirë a dije. Pastaj kanë, nëse ju simpatit pak në empatin dhe jush, pse nuk procedohet tutje? Pastaj kanë kriju edhe barjera shumë, duhet shumë kontrola, shumë shpenzime me bo, shumë vizita, rekomandimet mjekve, dhe pse ata kanë konstatuar që është prej përfundimit luftës se nuk ka, do thot, nuk është e pamundur me ndërhy në këtë pjesë. Prap kërkojnë, do thot, dokumentacion e shtesë, e cilat në shumicën e rasteve se po duhet edhe analiza shumë gjonat e tjera, borna e terapie këtu gjitha, po janë për neve shumë të kushtueshme si invalid të luftës. Pra, duhen rikonfirmime shkodran, apo për të treguar se jeni o invalid i luftës, o person që ka nevoj sigurisht edhe për... I kanë ato, edhe i kanë rekomandimet e mahershme, sepse unë disa herë do thotë e kom marrë rekomandimet e mjekve e kanë konstatu se nuk ka, do thotë, shërim brenda Kosovës edhe prap kemi met në këtë gjendje. Në disa raste të vogla kanë intervenu, e din edhe ju si media që për 3-4 vite gati janë përball invalidët e luftës me proteza, tek tash sfundmi do të është marrë një vendim, mirë po edhe aty për ju krijojnë do të barjera për vendosjen e protezës, sepse dihet se janë invalidët të luftës, janë pajisur me kartelat shoqatës e invalidëve të luftës, janë pajisur me dokumente të qeverisë, të komisionit qeveritar, dhe janë të evidentuar që ku i kanë plagë, prap se prap do thot i maltretojnë, do thot në për zyrat të ndryshme, në për mjek, në për klinikat të ndryshme,
që me u pajis me diagnoza me këto gjonat e tjera, gjatë që duhet të bëhen